diskutojnë. LDK-ja po diskuton debat mbrëmshëm dy çështje thelbësore duke analizuar rezultatin e fundit zgjedhor. Pas takimit të kolegjiumit degëve sot kryesia ka nxjerrë po ashtu nevojën që të diskuton kërkesat që lidhen me interesimin për bashkëpunim, si vlerë politike, për pragmatizmin politik që ne kemi tregu dhe parimet e bashkëpunimit në kuadër të ndërtimit të institucioneve që kanë dalë nga qershori i këtij viti. Nuk ka vend, nuk ka hapësirë edhe nuk ka asnjë arsye me mendu opcionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vjeshtën e ardhshme. Por ftesa e sotshme konfirmon që zoti Abdigji Kunami i LDK-s dhe si përfaqësuesi i saj me ekipin e tij e ka trajtuar letrën, ashtu e diskutuar brenda strukturave të LDK-s dhe në fond ai personalisht ose dikush nga ai do të dalë do të jap sqarimet e domosdoshme. Në mas zgjedhjeve dhjetore të kemi bashkëpunuar. Po në qeveri, në koalicion. Në tash varet krejt se si dhe çka do të sjellë përfundimi i kësaj mbledhje dhe mandej natyrisht përfaqësuesi juaj më i lartë në bisedime drejt për drejt. Për shkartimin e Abdigjit? Janë çështje të mbrëmshme që po diskutohen.